Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i ka bërë një thirrje të drejtpërdrejtë presidentit amerikan Donald Trump, duke e ftuar që të udhëtojë drejt Ukrainës për të parë nga afër pasojat e pushtimit rus. Në një intervistë për emisionin 60 minuta të rrjetit CBS, Zelensky tha se çdo negociat apo marrëveshje për paqe duhet të paraprihet nga një vizitë në vendin e shkatëruar nga lufta, për të kuptuar me sytë e vet se çfarë i ka bërë Rusia popullit Ukrainas. Ftesa publike vjen në një moment dramatik për vendin, pasi vetëm pak orë më vonë Rusia ndërmori një tjetër sulm me raketa në qytetin e Sumit, duke vrarë 34 persona, mes tyre edhe fëmijë, dhe duke plagosur mbi 100 të tjerë. Ndërkohë, Trump e cilësoi sulmin si të tmerrshëm, por nuk dha shpjegime të mëtejshme, duke lënë pa përgjigje shumë pikpyetje. Nga ana tjetër, Friedrich Merz, kandidati kryesor për kancelar në Gjermani, e quajti ngjarjen një krim lufte dhe akuzoi drejtpërdrejt Moskën. Përballë heshtjes zyrtare të Kremlinit, raportohet se forcat ruse po përgatiten për një ofensivë të re. Zelensky thekson se e vetmja mënyrë për të kuptuar dimensionin e tragjedisë është të jesh pranë njerëzve, spitaleve, kishave dhe fëmijëve të plagosur. Ai është i bindur se vetëm atëherë Trump do të kuptojë pasojat reale të kësaj lufte.